Biblioteka Publike Marin Barleti mirëpriti një ekspozitë veçantë pikture, ku u shfaqen krijimet e disa prej fëmijëve më të talentuar të qytetit, të udhëhequr nga mësuesja dhe piktoria Teuta Laxha. Në qendër të këtij aktiviteti u vu mesazh i rëndësishëm për të reduktuar varësinë nga ekranet digjitale dhe për të nxitur fëmijët drejt artit. Për Teuta Laxhën, kjo është një mision edukues që ndihmon në zhvillimin e shijes estetike dhe krijuese të brezat e ri. Menduam të sillim vjeshtës një aromë të re, do thotë fillimin e shkollës, ekspozitat, të ndjesinë e artit, siç është. Ekspozita ka mbi 40 punime, ka teknika nga të gjitha llojet. Fillojnë me akuarelin, fillojnë me akrilikun, kemi përdorur dhe mozaikun, kemi përdorur dhe teknikat e kolazhit, sepse duhet që fëmijët të kenë ndjesinë e të bukurës në të gjitha mënyrat. Nuk do të thotë që ti unë nuk jam Picasso e nuk pikturoj dot. Unë e ndjej artin dhe unë bëj art. Kjo është ajo që duhet përcjell tek fëmijët. Do të thotë se secili mund të jetë artist. Unë faktikisht dua t'u them prindërve se ne kemi shumë në dorë. Ajo çka u japim ne në dorë fëmijëve, ajo çka ne përcjellim tek fëmijët, ajo do të jetë arti në atyre. Prandaj duhet kemi qoftë kujdes ose qoftë ta ushqejmë me këtë dashuri të re artin, kulturën, muzikën, historinë, do thotë, dhe kanë ndjesi të brendshme të tyre, kujtime të përjetshme. Ekspozita përbën një ndalesë të rëndësishme në udhëtimin artistik të fëmijëve, duke i motivuar ata të shprehin lirshëm fantazinë dhe pasionin përmes ngjyrave dhe formave. Është bukur me pikturu sepse ka shumë ngjyra dhe mundesh me pikturu lule, mundesh me pikturu shumë gjëra. Piktura më pëlqen sepse mundesh të bësh shumë gjëra të ndryshme. Për shembull, mundesh me vizatu lule shumë të bukura. Ka edhe shumë lloje artit që i kam shumë qejf me provu. Ky aktivitet ishte një thirrje për prindërit, komunitetin dhe institucionet që të mbështesin sa më shumë nisma kulturore kushtuar fëmijëve.